Falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahut xhaleshanuhu, krijuesit të gjithësisë, furnizuesit të njerëzisë. Salavatet tona qofshin mbi vullin e pejgamberisë, të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Dëgjues të nderuar, pasi u fol për llogarinë që do të japin njerëzit në botën tjetër, do të jetë me vlerë që të ndajmë pa kohë edhe për trajtimin e pjesës përbërëse të kësaj ligjërate, se si do të japin llogarinë njerëzit. Duhet ditur çdo musliman se Allahu xhaleshanuhu ka angazhuar për çdo njeri nga 2 melek që të regjistrojnë veprimet e tij. Nuk lëviz këmbën njeriu e as syrin e që të mos jenë pranë tij melekët që shkruajnë atë që thot apo bën njeriu. Zoti e përmend regjistrimin e veprave dhe paraqitjen e këtyre librave para njeriut në disa vende në Kur'an, ku në ajetin 49 të surës Kahf thuhet Bismillahirrahmanirrahim: "Wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Dhe vihet libri e i sheh mëkatarët të friksuar nga shënime që janë në të, dhe thonë: "Të mjerët ne, çka është puna e këtij libri që nuk ka lënë mëkat të vogël as të madh pa e përfshirë?" Dhe atë që vepruan e gjejnë të gatshme, e Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt. Po ashtu thot në ajetin 21 deri në ajetin 23 të surës Kaf: "E do të vijë secili njeri bashkë me të dhe grasi dhe dëshmitari. I thuhet ishe në një huti nga kjo ditë, e ne ta tërhoqëm perdën tënde dhe tash ti sheh shumë prehtë." E shoku i tij do të thotë: "Kjo që është e unë, është gati, pra regjistri." Në këto libra apo regjistra janë të shënuara të gjitha veprat e mira apo të këqija që ka kryer njeriu gjatë jetës së vet dhe nuk ndodh të ketë bërë diçka e të mos e gjej atë ditë. Kështu thot Zoti në fund të surës Zilzal, Bismillahirrahmanirrahim: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." E kush punoj ndonjë të mirë që peshon edhe sa një grimc, atë do ta gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa një grimc, edhe atë do ta gjej. Allahu xhaleshanuhu kërkon atë ditë që çdo njeri të jetë vetë llogaritës i veprave të veta, se vallë në bazë të atyre veprave që ka kryer, ku meriton të përfundojë. Kështu na thot Zoti në ajetin e 14 të surës Isra, Bismillahirrahmanirrahim: "Ikra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Lexo librin tënd, mjafton të jesh sot vetë llogaritës i vetvetes. Allahu xhaleshanuhu po ashtu thot në ajetin 13 dhe 14 të surës Kiyame: "Atë ditë njeriu do të njihet me atë që çoi i para dhe me atë që la prapa, po njeriu është dëshmitari vetvetes." Allahu xhaleshanuhu do të vendoj atë ditë peshoj të drejtë e cila nuk mat mangat siç masin njerëzit në këtë botë dhe mashtrojnë në kandar, por Allahu xhaleshanuhu do të gjykojë me drejtësi absolute. Ne si besimtar musliman besojmë në peshojën të cilën Zoti do ta vendojë në ditën e gjykimit për të matur veprat para syve të njerëzve. Thot Zoti në ajetin 47 të surës Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim: "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ." Në ditën e gjykimit ne do të vëmë peshoja të drejta, e askujt nuk i bëhet e padrejt asgjë. Edhe nëse është sa pesha e një kokre të melit, ne do ta sjellim atë. E mjafton që ne jemi llogaritës. Po ashtu thot në ajetin 89 të surës Araf, Bismillahirrahmanirrahim: "Wal waznu yawma idhin al-haqq, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Atë ditë peshimi është i drejtë. Ati që i rëndohen peshojat, ata janë të shpëtuar. E kujt i vin lehtë peshojat, ata e humbën veten nga se i refuzuan argumentet tona me të padrejtë. Ne si musliman nuk duhet të merremi me llojin e kësaj peshore, formën dhe atë se a është vetëm një apo janë shumë. Sa do të jetë e madhe e si do të vendohen veprat, a është materiale apo jo. Të gjitha këto janë pyetje që kapaciteti i trurit ton nuk mund t'i perceptoj, sepse i takojnë një botë tjetër të cilën ende nuk e kemi jetuar. Por se ne duhet të jemi të bindur se ajo është e vërtet, pasi për të na ka lajmëruar Allahu xhaleshanuhu dhe i dërguari i tij.
Disa njerëz pyesin si është e mundur të maten në peshoj veprat të cilat nuk janë lëndore, por se janë veprime të ndryshme të njerëzve. Si do të vendohet në peshoj vrasja, zinaja, bigjozi, pra, çka prej tyre do të matet dhe si do të realizohet ajo? Ne nuk duhet haruar se Zoti ka fuqi absolute për të bërë konkrete dhe veprime të njerëzve dhe të vendohen në peshoj, por mund të maten librat në të cilat janë regjistruar veprat e njerëzve, apo edhe vetë njeriun. Por diturim për këtë ja lëm Allahu xhaleshanuhu dhe ne nuk do të zhytemi në esencën e saj. Por duke mos haruar se kur njeriu si krijesë e dobët ka arritur të zbuloj mjete të ndryshme matjeje, si për shembull laser për matjen e hapësirës, tinguj për matjen e thellësive, termometër për matjen e temperaturës, metrën për matjen e distancave, orën për matjen e kohës e mjete tjera të ndryshme, atëherë as pak nuk është e pamundshme që për krijuesin e gjithfuqishëm të krijojë një mjet i cili do të shërbejë për matjen e veprave të njerëzve. Dikush përsëri mund të pyes se çka është nevoja e matjes së veprave, kur Zoti është i gjithdijshëm apo ka nevojë të mat për të ditur rezultatet. Ne u themi se Zoti është i gjithdijshëm dhe nuk ka nevojë për asnjë krijesë të tij. Por se Allahu xhaleshanuhu do që njerëzit të shohin veprat e tyre dhe të jenë dëshmitar të vetes, e të mos mendojnë se Zoti u ka bërë padrejti. Po ashtu Zoti i paraqet veprat para tyre që të peshohen ato punë dhe që të di njeriu se sa i ka peshuar vepra e vet. Disa vepra në mizan do të rëndojnë dhe do të jenë shenjë e arritjes së shpërblimit nga ana e njeriut. E nëse peshoja do të jetë e lehtë, ajo nënkupton se veprat e tija nuk janë të mjaftueshme për të shpëtuar. Allahu xhaleshanu thot në ajetin 6 deri në ajetin 9 surës Qaria. Bismillahirrahmanirrahim. E sa i përket atij që i rëndohet peshoja e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që ka peshojën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në hauje. Po ashtu thot në ajetet 102 dhe 103 të surës Mu'minun. E kujt i peshojnë më rënd peshojat, ata janë të shpëtuarit, ndërsa atyre që u peshojnë lehtë peshojat, ata janë që humbën vetveten dhe janë në xhehenem përgjithmonë. Për ata që mendojnë se mizani apo peshoja nënkupton drejtësinë, bazuar në ajetin 78 të surës Rahman, pasi atje përmendet fjala mizan në këtë konotacion, nuk është e saktë, pasi në ajetet që përmendëm deri tani shohim se dikujt do t'i vi peshoja e rëndë e dikujt e lehtë, ku kuptojmë se ajo qenë ka mjet i cili mat. Po ashtu në për shumë hadithe na bëhet me dije se veprat do të peshohen. Si ilustrim, mund të përmendim hadithin që transmeton Abdullah ibn Amr al-Asi radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në ditën e gjykimit Allahu xhaleshanuhu do ta shpëtojë një njeri prej ummetit haptazi para të gjithë krijesave. Do t'ja hap 99 regjistra që secili prej tyre është i madh sa të shohin syt. Dhe i thot: a mohon diç prej këtyre? A mos kanë bërë padrejtësi shkruesit e mi? Ai thot: jo, o Zoti. Allahu i thot: a ke ndonjë arsye? Ai thot: jo, o Zoti. Atëherë Allahu i thot: gjithsesi se ti ke një të mirë tek ne dhe ty sot nuk do të bëhet padrejtësi. Atëherë nxirret një fletë në të cilën shkruan: ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pastaj thot: sjelli macit e tu. Ai thot: ç'është kjo fletë përballë këtyre regjistrave? Ai thot: ty nuk do të bëhet padrejtësi. Të gjitha regjistrat vendohen në njërën anë të peshorës, kurse fleta e vogël në anën tjetër. Rëndon fleta dhe i flutron regjistrat. Asgjë nuk peshon më shumë se emri i Allahut. Ka vepra të cilat do të rëndojnë më shumë se të tjerat shkaku i vlerës që kanë te Zoti. Transmeton Abu Darda radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka asgjë më të rëndë në peshojë se sa edukata e mirë. Po ashtu transmeton Ummu Darda radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: gjëja e parë që do të vendohet në peshore ditën e Kiametit është morali i bukur. Kurse në transmetimin e Xhabirit radhiyallahu anhu përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: gjëja e parë që do të vendoset në peshore ditën e Kiametit është furnizimi të cilin njeriu ua dërgon antarëve të shtëpisë së tij. Po ashtu prej fjalëve që rëndojnë shumë në peshoj është përmendja e Allahut apo dhikri. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dy fjalë janë të lehta për shqiptim, kurse janë të rënda në peshoj, ndërsa i gjithëmëshirshmi i do shumë ato. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim.
I ngjajshëm me këtë hadith është edhe transmetimi tjetër ku transmeton Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pastërtia është pjesë e imanit. Fjala elhamdulillah e mbush peshorën, kurse fjala subhanallahi walhamdulillah mbush çdo gjë në mes qiellit dhe tokës. Namazi është dritë, sadakaja është argument, durimi është ndriçim, Kurani është dëshmi për ty apo kundër teje. Edhe për sjellje ndonjë xhenaze të ndonjë muslimani do të ketë vlerë të veçantë dhe do të peshojë rënd në mizan. Transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të vendohen në mizan 2 kirate, çdo kirat i madh sa një kodër e Uhudit. Pra, ky shpërblim është për ata që e përcjell xhenazën. Edhe njeriu varësisht prej vlerës që posedon do të peshoj edhe në peshore. Transmeton Aliu radhiyallahu anhu se erdhën disa njerëz të cilët qeshen me këmbët e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, të cilët ishin shumë të imta, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ato do të peshojnë në ditën e gjykimit në peshore më rënd se kodra e Uhudit. Kurse disa prej njerëzve, edhe nëse kanë qenë me trup të madh në këtë botë, ata do të jenë shumë të lehtë në peshore. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të sjellin një njeri të madh dhe të trash në ditën e Kiametit. Mirëpo te Allahu nuk do të peshojë as një krah i mushkonjës. E pastaj e lexoj ajetin në nishe 5 të surës Kahf ku Zoti thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Në ditën e Kiametit atyre nuk do t'u japim asnjë vlerë, asnjë peshë. Në afërsi të mizanit do të qëndrojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai do të prezantojë aty. Kjo vërtetohet në bazë të hadithit që e përcjell Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ta kërkojmë në 3 vende: te mizani, te sirati dhe te haudi. Ne si musliman jemi të bindur në peshojën e Zotit dhe se veprat tona do të maten në botën tjetër. Kështu potencon edhe imami ynë, Imam Ebu Hanife, i cili thot: matje e veprave, mizani në ditën e gjykimit në peshojë është hak e vërtet. Edhe Imam Tahawiu thot: ne besojmë në ringjalljen e të vdekurve, në shpërblimin e veprave në ditën e gjykimit, në rishikimin e jetës së shkuar prej secilit, në llogarinë, në recitimin e librit të veprave të secilit, në shpërblimin e ndëshkimin, në urën mbi ferr dhe në peshojën. Pasi të fillojnë të shpërndahen librat e çdo njeriu, dikujt do t'i jepet libri në anën e djathtë. Kjo nënkupton se libri i tij ka qenë i mbushur me vepra të mira dhe kanë peshuar më rënd në peshojë. E ky njeri do të shpëtojë, e nëse njeriu i jepet libri nga ana e majt apo pas shpine, kjo nënkupton se peshorja e tij ka qenë e lehtë dhe nuk kanë rënduar punët e mira, por se kanë dëminuar të këqijat. Andaj edhe ky do të meritojë dënimin e Zotit. Për çastin e pranimit të librave, na flasin shumë ajete kuranore, prej tyre do të veçojmë ajetit prej 18 deri në ajetin 37 të surës Hakka, ku Zoti thot: atë ditë ju do të ekspozoheni para Zotit, duke mos mbetur fsheht asnjë sekret i juaj. Kujt i jepet libri vet nga e djathtë e tij, ai do të thot: o ju që lexoni librin tim, un kam qenë i bindur se do të jap llogarinë time. Dhe ai atëherë është në një jetë të kënaqshme, në një xhenet të lartë, pemët e tij ka krejt afër. E thuhet: hani e pini shishëm, nga se në ditët e kaluara ju e përgatitet këtë. Ndërkaq, kujt i jepen librat e veta nga e majta, ai thot: o i miri unë, të mos më jepej fare libri im, dhe të mos e disha fare se çka është llogaria ime. Ah, sikur të kishte qenë ajo vdekja e parë, mbarim i amshueshëm për mua. Pasuria ime nuk më bëri fare dobi. U hoq prej meje çdo kompetencë imja. U thuhet zebanive me lekve: kapni atë, vënja prangat, pastaj atë shtinje në xhehenem, mandej lidhni atë me një zinxhir të gjatë 70 kut. Pse ai ka qenë që nuk besoi Allahun e madhruar. Ai nuk nxiste për t'i ushqyer të varfrit. Ai sot nuk ka këtu ndonjë mik, as ushqim tjetër përveç të shpërlarave, që atë nuk e ha kush pos mëkatarëve. Po ashtu thot në ajetin 6 deri në ajetin 15 të surës Inshikak: o ti njeri, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë do ta gjejsh.
E përsa i përket atij, libri vet i jepet nga e djatha. Ai do të llogaritet me një llogaritë lehtë, do të kthehet te familja e vet i gëzuar. E përsa i përket atij që libri vet i jepet pas shpinës, ai do t'i ndjell vetes shkatrim dhe do të hyjë në zjarr të ndezur fort. Ai ka qenë i gëzuar në familjen e vet dhe ka menduar se nuk ka për t'u kthyer. Po, se vërtet Zoti i tij gjithnjë e ka parë atë. Pra, njeriu do të gëzohet dhe do të lavdrohet para të tjerëve me librin e tij, i cili është mbushur me vepra të mira, njëjtë siç krenohet dhe gëzohet studenti i cili merr diplomën e tij me nota të mira dhe ua tregon të gjithëve, sidomos familjarëve. Edhe në ajetin 29 të surës Gjathje Zoti thot: "Ky është libri ynë, shënimet e veprave tuaja, që dëshmon të vërtetën. Ne kemi kërkuar të shkruhet se çka veproni." Kurse pabesimtarët, kur do të shohin këtë, do të dëshirojnë që të ishin bërë pluhur e të mos jepnin llogari. Thot Zoti në ajetin 40 të surës Naba: "Ne u tërhoqëm juve vërejtjen për një dënim të afërt, në ditën kur njeriu shikon se çka i kanë sjell duart e veta." E jo besimtari thot: "Ah, sa mirë do të ishte për mua, sikur të isha dhe." Allahu xhaleshanuhu disa gjëra të cilat besimtarët i kanë kryer në këtë botë, por se janë penduar për to, nuk do t'i gjejnë të regjistruara në librat e tyre. Transmeton Ibn Omer radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu do të ofrojë një besimtar pranë tij. Do ta mbulojë me strehën e vet dhe do ta pyes: A e din këtë mëkat? A e din këtë mëkat?" Ai do thot: "Po, Zoti." Kështu do të vazhdoj derisa ti dëshmoj gjunahet e bëra dhe do të mendoj se është i shkatruar. Por ai do t'i thot: "Me të vërtetë që unë i fsheha mëkatet e tua në dynja dhe unë do t'i fal ty ato sot." Dhe atij do t'i jepet libri i veprave të tij të mira. Ndërsa për pabesimtarin dhe dyftyrëshin, dëshmitar do të thonë: "Këta janë ata që kanë gënjur kundër Zotit të tyre. Vërtet mallkimi i Allahut qoftë mbi të padrejtët." Pasi të matën veprat e njerëzve në peshoj dhe të merr çdo njeri librin e vet të veprave, atëherë do të ndahen njerëzit për në zjarr dhe ata për në xhenet. Do të sillet xhehenemi dhe do të vendohet në vendin e vet, e më pas mbi të do të vendohet ura e siratit, mbi të cilën do të kalojnë besimtarët musliman, kurse të tjerët nuk do të mund ta kalojnë atë. Por në mënyrë më të thukt, mbi këtë urë dhe kalimin e saj, dalje në anën tjetër ku është kroji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shikimi në Allahun xhaleshanuhu, inshallah do të flasim në ligjëratën e ardhshme. Për fund ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.